sot një javë, parapërsisht në këtë kohë kur të numërohen votat të dalqë 105 vetëvendosjes dhe Astrid Bujupaj i Stogut janë fituesit e radhës. Astrid Bujupaj me numërin 105 është kandidati i cili do ta çojë përpara i Stogun me punë, me përkushtim dhe me ndershmëri. Plani ynë do të jetë investim në pastrimin e lumejve, në zgjallërimin e memorialit Ibrahim Rugova dhe në mbjelljen e drujve përgjatë çdo rruge. E tash po e thras atë që është këtu para meje e midis jush që të ngjitet në skenë Astrid Bujupaj, kryetari i ardhshëm i Stogut. I Stogu është gati për ndryshimin e madh. I Stogu po kërkon qeverisje lokale e cila është e ndershme, transparente dhe e cila jep llogari qytetarit. Një komunë e barazisë dhe e familjes, një komunë e zhvillimit dhe turizmit, një komunë dinamike me mobilitet, një komunë e së ardhmës dhe sigurisë, një komunë estetike dhe ekologjike, sepse i Stogu ka shumë potencial dhe bukuri. Nga dita e parë si kryetari i Stogut, dyert e mia do të jenë të hapura, do të punojmë shumë për t'i plotësuar të gjitha kërkesat dhe nevojat, do të punojmë me të gjithë, pa dallim, pa anashkalim, por me respekt dhe kujdes. Kjo i mungon i Stogut tash, dhe me ne kjo do të jetë pjesë e historisë. Sepse zëri qytetarit do të dëgjohet fort, e nga 12 tetor e tutje, bashkë me qytetarë, bashkë me ju të gjithë, do të ndërtojmë një stok qysh na ka hije. Kuptoni të gjithë që me 12 tetor, sot një javë, të vendosni vulën e fitores për qeverisje të mirë dhe të drejtë, për komunën me zhvillim dhe barazi, duke votuar numrin 105. 105. Në prit e bara e mirëpafshim në fitoret e radhës. Sot jemi mbledhur për treguar për kushtimin ton të përbashkët, për zhvillim, drejtësinë dhe mirëqenien e qytetarëve tanë i Stogut. Ne besojmë në potencialin e kësaj komune, në të rinjët tanë, në gratë dhe burrat të guximshëm të komunitetit, në fermerët, mësuesit dhe punëtorët, që kërkojnë më shumë për komunën e tyne, sepse e dinë që i Stogu mundet dhe meriton shumë më shumë.